Vllaznia e volejbollit për femra ka mbyllur javën e fundit të kampionatit kombëtar me fitore. Gjithsesi ajo nuk I ka shërbyer për asgjë sepse nuk ka shkuar në play-off, por përkundrazi do të jetë detyruar të luajë në play-out për siguruar qëndrimin në Super League për sezonin e ardhshëm. Në ndeshjen e luetur ndaj Dinamos në Qazim Dervishi, vllaznia arriti të fitojë me rezultatin 3-1. Në fakt ishte ekipi mik I cili fitoi setin e parë në shifrat 25-16. Megjithatë vajzat shkodrane reaguan shpejt dhe arritën të fitojnë të 3 setet e tjera radhazi, 25-23, 25-21 dhe 25-20, duke dalë fitues të gjithë ndeshjes me rezultatin 3-1. Ndeshje shumë e bukur. E prisnim fitoren, se me Dinamon edhe fazën e parë ne kemi fituar 3-2, edhe kështu që fitoren e prisnim. Por u bën ndeshje shumë e bukur dhe emocionuese. Të vërtetën më vjen keq, se kishim pritshmërinë shumë të lartë, duke ditur me lojtarët e huaja. Skuadra ishte mirë, stëvitshmëria ishte shumë mirë, dhe më vjen keq për pritshmërinë që kishim edhe objektivin që ne kemi, por thashë njerë volejbolli kështu është. Tusi do ta mbylli këtë vit. Dhe ardhmja e Shkodrës shpresoj shumë që të jetë shumë mirë dhe të eci përpara. Është ekip që ka dëshirë për të fituar, ka dëshirë për të pasur rezultat dhe është gjëna që Shkodra mos të jetë në kaçën e kampionatit. Emocioni pa përshkrueshëm, sepse është hera e parë që unë luaj kundra vllaznisë në Shkodër, ku është kjo fusha vendi ku unë kam nisë gjithçka. Edhe sot ishte një emocion I papërshkrueshëm, mund të them. Në këtë mënyrë pas 14 javësh kampionat, ekipi Kuqi Blu ka arritur të grumbullojë 14 pikë me 5 fitore dhe 9 humbje, duke mbyllur në vendin e 7 të rënditjes, vend që e kalon jashtë fazës play-off. Tashmë vllaznia do të jetë detyruar të luajë në play-out për të siguruar qëndrimin në Super League.